Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e vlerësoi progresin e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian si të jashtëzakonshëm dhe të arritur në një kohë rekord. Në konferencën për shtyp von der Leyen theksoi faktin se Shqipëria e ka bërë të qartë me kohë rrugën e saj europiane, ndërsa kryeministri Edi Rama përsëriti sërish ambicien për të mbyllur kapitujt me Unionin brenda vitit 2027. Mesazhi im I parë është mjaft I qartë. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë një rrugë shumë të gjatë, keni bërë progres, por unë tani dua të theksoj që është një progres I mrekullueshëm, një shpejtësi rekord dhe një përshpejtim shumë të vërtet në 3 vitet e fundit. 5 nga 6 grup kapitujt janë tashmë të hapura, ne planifikojmë që të hapim të fundin këtë vjesht dhe unë e di edhe përpjekjen tuaj personale, zoti kryeministër, edhe ju dhe të ekipit tuaj që keni investuar në këtë udhëtim. Qëllimi ju është që të mbyllni negociata deri në vitin 2027. Kjo në fakt është ambicioze, por ne na pëlqen ambicia. Dhe dëshiroj t'ju siguroj që ne jemi të gatshëm, do t'jemi me ju në çdo hap të vetëm të kësaj rruge, sepse me momenti gjeopolitik është tani këtu. Agresioni I Rusisë kundër Ukrainës ka riformësuar kontinentin tonë dhe çdo komb evropian duhet të zgjedh vendin e tij. Dhe gjithashtu Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj mjaft të qartë. Ju jeni plotësisht në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian dhe së bashku ne veprojmë si një. Kryeministri teksa tha se Shqipëria po ecën me shpejtësi dhe mbarësi vlerësoi edhe mbështetjen e palëkundur të von der Leyen, drejtuesja e KE duke u ndalur tek plani I rritjes, se ekonomia shqiptare ka fituar akses në tregun e përbashkët. Mëtej ajo argumentoi se kjo ambicie dhe iniciativë ka potencialin që dyfishoj ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor brenda kësaj dekade. Viti 2027 nuk është një vit që e pam ne në ëndër këtu në Tiranë dhe tani po ja u tregojmë shqiptarëve. Është një vit që kemi përcaktuar së bashku me Komisionin Evropian si objektivin e negociatave. Natyrisht, ky objektiv lidhet me detyrat që ne bëjmë këtu, me reformat, me masat që janë të gjitha të kalendarizuara dhe të detajuara. Nëse ne do vazhdojmë kështu, me këtë ritëm dhe me këtë këmbgulje dhe me këtë sukses në çdo hap, ne do t'ja dalim që në 2027 ta bëjmë detyrën tonë. Dhe natyrisht Komisioni në memorien time gjithmonë ka bërë detyrën e vet. Pra ka qenë objektiv në vlerësimin e punës tonë. Pastaj do të kemi periudhën kur vendet anëtare do duhet të shprehen një nga një për të ratifikuar në parlamentet e tyre antarësimin tonë në Bashkimin Evropian dhe kjo është një fazë tjetër. Rama tha se Shqipëria është me fat se është në Europë dhe se ka mbështetjen e Unionit, pa të cilin sipas tij do ta kishte të vështirë rrugën e demokratizimit të shtetit. Theksoi gjithashtu duke u përgjigjur një pyetje se kapitujt synojnë që t'i mbyllin brenda 2027-s për ta vijuar ambicien e antarësimit brenda 2030-s. Një përgjigje dha edhe për deklaratat e tij të mëparshme kur akuzonte Bashkimin Evropian për burokraci. Sipas Ramës, atëherë ka qenë një tjetër realitet, ndërsa sot vendi ynë po përparon bindshëm drejt objektivave. Për sa I përket çfarë kam thënë unë për Bashkimin Evropian, tani më ka një kohë relativisht të gjatë që I kam thënë ato që kam thënë dhe të cilave nuk I heq asnjë presje, pasi në atë periudhë Komisioni Evropian I propozonte Këshillit që të hapeshin negociatat dhe Këshilli refuzonte për shkak të 2 a 3 vendeve që I bëheshin pengesë këtij procesi. Ndërkohë që sot jetojmë prej disa kohësh, dhe nuk është sot, u bë disa kohë që jetojmë në një realitet tjetër në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Von der Leyen para takimit me Ramën u prit në presidencë edhe nga presidenti Bajram Begaj. Ajo do të jetë e pranishme në forumin e investimeve të Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor që mbahet në Tiranë për 2 ditë me radhë.